funksionuar me kandidatë të tjerë, pak a shumë po dalin në sipërfaqe ato komunikimet e brendshme ose akuzat që njëra palë e jep tjetrës. Si po duket relata dikur shumë e afërt, tani më e thyer ndërmjet zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Për fat keq që kushtojmë po e shohim një betejë që është kthyer më tepër në betejë personale mes këtyre dy politikanëve të cilët për momentin të dytë i kanë qenë në ato mendimet që këta janë politikajt më të mirë që ka Kosova, për arsye se edhe vetë qytetarët të cilët ja kanë dhënë votën edhe Kurtit edhe Osmanit dikur, i kanë pasi ma avancu, ma modern, ma për kohën, ma i përkojnë kësaj kohe. Mirë po e shohim se kjo konkurenca në mes këtyne dyve veç ka fillu, krisja është shumë e madhe, emocionet zojën Osmani dhe më thonë të nesër në orën 8 dha dekretin për më u shpërba kuvendi, tash gjykata kushtetuese ka vënu mas pezullimi, mendoj që kjo është bërë shumë mirë. Zoja Osmani po e shohim që i ka marrë të gjitha shumë personale, këtu duhet me nda në dy çështje. Nuk mundevi ta fajsojmë zotin Kurtin, që ofse dojmë të jemi korrekt, se pse nuk e bën zojën Osmani përsëri prezidente, nuk e ka për detyrë zoti Kurti çaja ka bërgj me e bë edhe një herë zojën Osmani prezidente. Në qoftë se e shohim në mënyrë korrekte. Çaja ka bërgj